Nusëm Allahun xhalla shanuhu dhe i thojmë: o Zoti ynë, mëson ata se është të dobishme dhe na mëso të kemi dobi nga ajo që mësojmë, na shto diturinë, sinqeritetin dhe punët e mira. Në javën e kaluar kemi paralajmëruar se do të fillojmë në trajtimin e disa temave të cilat janë të përmendura në Kur'an. Qofshin ato temat të cilat Kur'ani i ka vlerësu dhe i ka peshu rënd, qofshin ato të cilat Kur'ani na ka tregu se nuk kanë vlerë në peshimin e tyre, për ta matur pastaj e për ta kuptuar se cili është ose cilat janë temat të cilat në momentin kur ne nuk i kemi peshu me peshorën e Kur'anit, ka plot për atyre temave të cilat të ne peshojnë rënd dhe kanë vlerë dhe rëndësi të madhe, dhe e kundërta, ato të cilat në Kur'an janë vlerësu shumë, ndërsa në përditshmërinë tonë, në jetën tonë, në ato të cilat neve na prekupojnë, ato nuk e kanë rëndësinë e tyre. Padyshim se ajo që duhet fillohet me ta gjithmonë kur flasim për tema të rëndësishme, kur flasim për tema të mëdha, kur flasim për tema të cilat Kur'ani i ka vlerësu shumë dhe i ka ngrit shumë, është tema e tauhidit, tema e njëshmërisë Allahut subhanahu wa ta'ala, tema për cilën do të shohim e vonë se cila është peshorja dhe cili është rezultati i peshorës së kësaj teme në Kur'an. Për ta përkthy të nderuar vëllezër, ose për ta pa pastaj në jetën tonë të përditshme, në jetën e muslimanëve, në jetën e njerëzve, në jetën e umetit të përgjithësi, cila është rëndësia e temës së tauhidit. Sa përban lajm për neve që të flasim për tauhidin. Sa është temë rëndësi që të lexojmë për ta. Sa është temë e cila zgjon kërshërinë tonë që të ndëgjojmë për ta. Sa është temë rëndësi në bisedat tona të përditshme, jo si formulime, ndoshta ose si rregulla që tash ulëm dhe të bisedojmë për çështjen e tauhidit në definicione edhe në ndarje, por në jetësimin e tauhidit në përditshmërinë tonë, në çështjet e jetës tonë të përditshme, qofshin ato individuale, qofshin ato familjare, qofshin ato në raport me gjunahet, qofshin ato në raport me adhurime të ndryshme, qofshin ato edhe me madje edhe në çështjet më të mëdha. A është tauhidi dhe njëshmëria Allahut subhanahu wa taala ai i cili na i përcakton pastaj edhe rëndësinë e asaj të cilën flasim edhe rëndësinë e asaj të cilën e bëjmë. Andaj do të flasim sonte dhe do të mundohem të vëllezër të hedhim dritë pak me disa prej këndvështrimeve se si e ka trajtu Kur'ani çështjen e tauhidit dhe sa e ka vlerësu Kur'ani çështjen e tauhidit, njëshmërisë Allahut subhanahu wa taala, fjalës la ilaha illallah, me gjitha ato kuptime të cilat dalin si rezultat i kësaj fjale. Fillimisht është një rregull, dua vëllezër, një rregull i pashkruar se gjërat sa më të nevojshme për njeriu, Allahu me rahmetin dhe mëshirën e tij ja ka lecu njeriu çasjen në to. Për shembull, uji është më i rëndësishëm se buka, apo? Andaj edhe mundësia e qasjes së njeriu, edhe arritjes së njeriu te uji është më e lehtë se sa arritja te ushqimi. Pastaj frymëmarrja është më e rëndësishme madje se sa uji. Andaj Allah subhanahu wa taala madje tek çështja e frymëmarrjes ja ka lecu njeriu dhe ja ka mundsu atij që të furnizohet me të, madje instinktivisht, domethënë në natyrshmërinë e tij, pa pas nevojë ai që të derdh asnjë lloj mundi, asnjë lloj lodhje, asnjë lloj mundimi. Edhe pse kjo për neve do këtë e zakonshme,
sepse ne nuk e shohim në dritën e tauhidit, njëshmërisë Allahu subhanahu wa taala, gjithçka që na rrethon dhe që e përjetojmë, megjithatë këto janë procese në për cilat kalojmë. E pastaj çështja e tauhidit është çështje e cila është më e rëndësishme se sa e vetë frymarrjes së njeriu. Sepse tek e fundit, frymarrja e njeriu i nevojitet në një periudhë të caktuar të ekzistencës së tij, nga krijimi atje në ezel e deri tek përfundimi i atij në xhenet ose në xhenem. Jeta kësaj bote është vetëm një periudhë brenda këtyre periudhave. Andaj edhe frymarrja si gjëja e domosdoshme e njeriu për të jetuar, e cila është shumë e nevojshme dhe patjetërsueshme, është e nevojshme për një kohë të caktuar. Por tauhidi dhe njëshmëria Allahu subhanahu wa taala është më e rëndësishme madje edhe se sa frymarrja. Sepse në tauhid, në frymarrje mbahet gjallë jeta e njeriu në aspektin fizik dhe të mëran në një periudhe, ndërsa në tauhid është e bazuar shpëtimi i njeriut në të dy botrat. I nevojitet atij jo vetëm në jetën e kësaj bote, por edhe në komplet rrugtimin e tij, i cili e pret e i cili është shumë më i gjatë se sa jeta e kësaj bote. Andaj kur kiet parasysh se tauhidi është më i rëndësishëm edhe se sa frymarrja, ka thonë dietarët, Allahu subhanahu wa taala mundësin e njeriut që ta arritë tauhidi e ka bo më të lehtë madje se sa frymarrjen. Nga se gjithçka që sheh, gjithçka që prek, gjithçka që nuhat, gjithçka që ka mundësi njeriu të qaset në ta, tregon për njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Tjetër ose njeriu nuk e sheh pastaj me këtë sy dhe nuk e mendon kështu, por e tërë ajo që e ka njeriu në vetveten e tij dhe ajo që e rrethon jedullu, tregon, orienton dhe çon tek njohja dhe madhërimi i Allahut subhanahu wa taala. E pastaj Allahu xhalla shanuhu nga rahmeti dhe mëshira e tij nuk e kalon vetëm me çikaq, e që i zhdasht me kon, sepse është në natyrën e njeriu. E sidomos tauhidi rububie, tauhidi i njohjes se Allahu subhanahu wa taala si krijues, Zot, udhëhecë kështu me radhë. Por Allahu subhanahu wa taala nga mëshira e tij njeriu nuk e kalon vetëm me kaq, po i ka dërguar atij edhe ndihmëtar, të cilët sikur na më thonë apo thon nëse nisëm prej rregullit të parë, apo thon, sikur na me thon dikujt apo me nai dikush ngat edhe më thon hey, mos harro me marr frymë, s'është shumë e rëndësishme për ty. A duket, po s'ke nevojë vëllai më thon apo thon se kjo punë dihet. Unë e di që do të më marr frymë, atje është shumë e zakonshme dhe natyrshme. Kur dalim nesër para Allahut subhanahu wa taala, kur të shfaqen mundësitë tona për me njoftë Allahun xhalla shanuhu, i bie apo thon sikur në këtë dynjë ka ardhur dikush edhe ka nejt apo thon ta ka kujtuar me thon apo gjatë ditës ja 2-3 herë mos harro me marr frymë. Po ma di vëllai këtë punë apo thon. Po mos harro se jet pa ta apo thon, vdes. Qështu i bjen apo thon që Allahu xhalla shanuhu ka dërgu libra dhe ka dërgu pejgamber me ja kujtu njerit me thon hey beso në Zotin. Hey mos harro Zotin. Hey kujto Zotin. Hey bindu atij. Hey adhuro ato Allahu subhanahu wa taala e kështu me radhë. Andaj Kur'ani vëllezër nderuam, cilin Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit, e ka çu për çitrol. Mi ja kujtu njeriu ato e cila është më jetike për ta, më e rëndësishme për ta, e cila i zhdosht të jetë tema kryesore e jetës së njeriu. Sepse për këtë me kriju. Andaj a ka mundsi dikush, për shembull, apo thon, dikush i cili punon një punë shumë të rëndësishme, përzgjedhja është shumë e veçantë, ka kry shkollë për atë punë, shkon në punë, ama gjatë orarit punës kur nuk flet për punë. Të e gare të bëha. Apo imagjinoni njeriu për ato për cilin është i kriju mos me fol kur për ta. Andaj Kur'ani vëllezër nderuam na tregon se tema top prioritet e jetës tonë, kryefjala e dertëve tona, kryefjala e bisedave tona, kryefjala e brengave tona, kryefjala e gëzimit ton, apo kryefjala e angazhimit ton, kryefjala e preokupimit ton duhet me kon tauhidi, njëshmëria Allahut subhanahu wa taala. Këto na tregon Kur'ani. Fjala Allahut subhanahu wa taala. E
Ku mujna me gjetë tauhidin në Kur'an? Për shembull, më na thot dikush, merr një fletë edhe shkruaje ku është tauhidi në Kur'an. Ku gjendet tauhidi në Kur'an? Ku mundesh me gjetë? Në cilën ajet? Në cilën sure? Na i dim disa prej tyre, ta kujtohen ashta, ta kujtohet sura e Ikhlas, është sura që tregon për këtë punë, të sura Fatiha, na shtat dikon aty këto, por ma thell diçka, në atë peshore, me atë peshë që e ka peshu Kur'ani tauhidin, padyshim se kemi nevojë me bën një qasje të re. Andaj shijoni se çka thotë Ibn Qayyim. Për me tregu se ku mundna me gjetë tauhidin në Kur'an, e pastaj me kuptu edhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme, se ato të cilën na sot e flasëm, është e pamundur, madje e thashë në fillim, që vetëm disa shkëndija të dritës me hedh në rëndësinë dhe vlerën e tauhidit në jetën e besimtarit. Thotë Ibn Qayyim rahmetullahi alayh, inna kulla ayatin fil Qur'anil Karim, çdo ajet i Kur'anit, jo në disa vende, por thotë Ibn Qayyim, në çdo ajet të Kur'anit e gjan njeriu tauhidin, njëshmërinë Allahu subhanahu wa taala, dëshmin për cilën Allahu subhanahu wa taala na ka kriju. Thot, ose janë ajetet të cilat dëshmojnë për Allahun subhanahu wa taala dhe krijimtarinë e tij, ose janë ajetet të cilat thirrin në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, ose janë ajetet të cilat flasin për veprat të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka bërë, ose janë ajetet të cilat flasin për emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Thot, ose janë ajetet të cilat urdhërojnë në adhurime të caktuara, e padyshim se ato janë tauhid. Ose janë ajetet të cilat tërheqin vërejtjen nga shirku dhe e hedhin poshtë çdo kënd dhe gjithçka që adhurohet pos Allahut subhanahu wa taala. Ose janë ajetet të cilat ndalojnë nga veprimi i gjunaheve dhe i të shëmtuarave, e që kthehet tek njëshmëria Allahut subhanahu wa taala. Ose janë ajete, thotë Ibn Qayyim, ose janë ajete të cilat flasin për nderin që Allahu subhanahu wa taala u ka bën atyre të cilët e kanë njësu Allahun subhanahu wa taala, e kanë madhru vetëm Allahun subhanahu wa taala, qoftë nga nderimi që Allahu ju ka bën këtë botë, qoftë nga nderimi që Allahu xhaleshanu ka më bën botën tjetër, ose janë ajete të cilat tregojnë për ndëshkimin që Allahu xhaleshanu dhe fundin e shëmtuar të atyre të cilët nuk e kanë njësu Allahun subhanahu wa taala, qofshin ato përfundimet të kësaj bote, qofshin ato përfundimet të botës tjetër. Thotë Ibn Qayyim, ose janë ajetet të cilat flasin për obligueshmërinë e zbatimit të tauhidit në tërësi dhe ndalimin nga shirku dhe çdo gjë që e prish njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Këtë përshkrim Ibn Qayyim e ka bënë me Madarijus Salikin. Që i bie vëllazëndrum, të flasësh për tauhidin, i bie që të flasësh për komplet Kur'anin nga fillimi i tij deri në fundin e tij. Që ky është tauhidin Kur'an, cilën Allahu e ka dërgu, e ka zbrit huden për udhëzues, që i bie që ky Kur'an udhëzon edhe se cila duhet me kanë tema më rëndësishme, për cilën duhet më marr e me cilën duhet më marr. Cilat janë temat të cilat zgjojnë interesim për neve dhe na shtyjnë dhe na çojnë drejt asaj ku flitet dhe diskutohet për ta. Pastaj thot Sheikh Saadi, Allahu e mëshiroft, ngjajshëm me fjalën e Qayyimit, por nga një këndvështrim tjetër, thot nga tërësia e Kur'anit. Po flasëm dhe zëndum cila është trajtimi që Kur'ani ja ka bë tauhidit. Pra ku e gjojmë tauhidin në Kur'an? Për me pa pastaj edhe gjithmonë po flasim për me e ngrit nivelin dhe rëndësinë e kësaj çështje në jetën tonë. Thot Saadi në tefsirin e tij, thot min kulliyat il-Quran, do thot nga ajo tërësia e Kur'anit, që Kur'ani do të thirrë në ta, pra tema boshe, tema kryesore, tema më e rëndësishme që Kur'ani thirrë në ta, thot është tauhidi, njëshmëria Allahut subhanahu wa taala, njohja e madhnisë Allahut xhalla shanuhu. Thot përmes emrave dhe cilësive të tij, përmes
veçorive që Allahu xhallashan ja ka përshkruar vetes së tij përmes veprave krijimtarisë së Allahu xhallashanuhu dhe veçimit që Allahu subhanahu wa taala ka bërë vetes së tij në to, nga cilësitë e plota që Allahu ja ka përshkruar vetes së tij, dhe se Allahu xhallashanuhu është hak dhe ibadeti ndaj Allahu xhallashanuhu është hak, është i vërtetë, dhe çdo gjë që thirr në diçka tjetër pos në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala është e kot që i bie, dhe çdo gjë që nuk qen në këtë drejtim është e parëndësishme ose nuk arrin vlerën e kësaj rëndësie. Këtë kjo vëllazërum del me një rezultat. Ajo është që thot Imam Hafidh al-Hakimi, thot awwalu wajiban ala al-ibad ma'rifatu ar-rahmani bit-tauhid idh huwa min kulli al-awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ay man yafhamu. Thot dhe dijeni se njëshmëria Allahut, tauhidi, fjala la ilaha illa Allah, thot është obligimi mbi të gjitha obligimet, detyra mbi të gjitha detyrat, çështja më e rëndësishme mbi të gjitha çështjet që dikush ka mundësi me mësue, ka mundësi me lexue, ka mundësi me marrë me ta, ka mundësi me investu në ta, ka mundësi me trajtue kështu me radhë. Pra obligimi më i madh është njohja e Allahut subhanahu wa taala me tauhid, thot dhe ky është urni më i madh që Allahu xhaleshanu ka bërë për krijesat e tij. Urni më i madh që Allahu xhaleshanu ka bërë për krijesat e tij, që i vjen dhe zëndrum. Çdo mos zbatim, çdo mos plotësim, çdo mos vlerësim i tauhidit, i njëshmërisë Allahut subhanahu wa taala shpihen në deformim, në keq kuptim, dhe ajo që është më e rrezikshme është mos plotësimi i tij që i bie përfundim në ata që është e dhimbshme, e që është zjarri i xhenemit për gjithmonë. Nga se Allahu subhanahu wa taala ka thënë për gjithë ata të cilët nuk e plotësojnë tauhidin, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk e fal askand i cili nuk e plotëson tauhidin. Se fal Allahu. Po çështja më e rëndësishme vëllazër, çështja kryesore. E pastaj nëse duhet me tërheq paralele vëllazërum dhe me pa në jetën tonë. A është çështja e tauhidit çështja më e rëndësishme në jetën tonë? Kjo pyetje e cila nuk kërkon përgjigje të polemikës, por kërkon përgjigje thjesht në vetveten tonë, në atë ndërgjegjen tona të thellë të shqetësimeve tona, të dertëve tona, të galeve tona, A është zbatimi i tauhidit, njëshmërisë Allahut subhanahu wa taala, çështja që na gëzojmë kur atakojmë njëri tjetrin, çështja që na gëzojmë kur mësojmë diçka, çështja që na gëzohem kur punojmë për ta, dhe kur na rrezikohet ose e cenojmë ata, a është frika më e madhe. Andaj vëllezër, tauhidi është ghayatul khalq, khalqul khalq, është qëllimi kryesor i krijimit të gjitha krijesave. Për që tauhid, thot Hafidh al-Hakimi, Allahu xhallashanuhu e ka kriju xhenetin edhe xhehenamin. Imagjinoni vëllezër, për një diçka, për një temë, Allahu po thot xhenetin edhe xhehenamin. I kum kriju për çeta. Që i bjen ato gjithkush që merret, edhe ka breng, edhe ka dert, përfundimin e tij, ai do të më marr me ato të cilat për ta është kriju xheneti dhe xhehenami. Për çeta kriju. është kriju xheneti dhe xhehenami. Por tauhid, për njëshmërinë Allahut subhanahu wa taala, njohën edhe madhërimin e tij që Allahu e meriton, Allahu xhallashanuhu ka dërguar pejgamber dhe ka zbrit libra. Për këtë Allahu xhallashanuhu ka dhënë njerëzit në ebrar wal fujjar, do më të mirët edhe të këqijt. Për këtë Allahu xhallashanuhu e ka bën edhe ndamjen e rrugëve. Apo ndamjen e rrugëve për në darul qarar, ose farikun fi na'imin muqim wa akhar yusla nar al-jahim. Një grup i cili do të jetë i begatum në xhenetin e Allahut xhallashanuhu, e grupi tjetër i cili do të jetë i ndëshkuar me ndëshkimin e madh të zjarrit të xhenemit. Rrugt Allahu xhallashanuhu i ka ndonë me tauhid, edhe të kundërtën e tij. A është ndomja e rrugëve tona të jetës e bazuar në tauhid? A është ndomja apo shoqënimi i jon me të tjerë i bazuar në tauhid? A është përcaktimi jon na
ndodhemi në filan veni, apo në filan grupi, në filan shoqënie, a është i përcaktuar për shkak të tauhidit? Apo a është pse rrimë me njëri tjetrin? Pse ndodhesh filan veni? Pse shkon filan? Për atë arsye të kaluam në vllazë ndrum, për shembull, opton dietar kur i kanë gjyku lëvizjen e njerëzve, për shembull, ikjen e tyre nga vendet e besimit në vendet mos besimit. Ata për çit punë kanë pas Allah, opton. Sepse rrezikohet pastaj, rrezikohet tauhidi, opton. Andaj kur na lexojmë diçka gjatë ditës, ai shërben tauhidit. Kur na ngojmë diçka gjatë ditës, ai shërben tauhidit. Kur na polemizojmë me të tjerë, so polemikat i bëjmë na, opton. So dialogun e bëjmë na me të tjerë. So diskutimet i bëjmë na me të tjerë. A është e bazuar në çita, opton? Jo domosdoshmërisht në temën e tauhidit, por në të gjitha ato kuptimet që dalin se rezultati i tauhidit. Andaj opton ndomja rrugëve është punë e rëndësishme. I ka do rrugët Allahu azza wa jalla, i ka do, opton, madje i ka do të lumtur të dëshpëruar. Që i vjen, opton, ata të cilët janë ehli tauhid, ata të cilët janë të radhitur në tauhid, ata të cilët e njohin, e kanë syneme, kanë dertë, kanë breng, ata janë të lumtur në këtë dynjë, opton. A ka mundësia, opton, njëri cili bar tauhid, njëri cili bar të kuptime, me kon njëri më i dëshpëruar. Gjithçka në dynjë ja prish këtë komplet, opton, ja prish sistemin, edhe të arritura të kësaj bote, edhe çështjet e dynjës, edhe çështjet gjithçka. Përmana dikon pa do ditësha me një neja, opton, disa njerëz që kishin një farë projekti, edhe komplet thirrjen, opton, e muslimanëve, edhe thirrjen në tauhid, edhe thirrjen në shmërinë Allahu subhanahu wa taala, krejt e hedh ke poshtë, opton. Pse s'ka mujt me mërnia në filan veni ku ka dashur me shku. Apo Kish kuptime thella, opton. Po flas për njerëz, opton, namazli, për njerëz besimtar, madje haxhi. A kuptoni? Andaj vëllezër, ky përcaktim, se neve këta duken thjesht këtu, se ne na mësu me nisi definicione. Unë e di që këtë definicion e kena një shpesh e kena një, opton. A më mënon njëri me menu, opton, çai bjen që Allahu subhanahu wa taala për çit tauhid i ka kriju këtë krijesat. Që i bjen, opton, çdo kush që zbaton çdo, i bjen që, opton, ka shpëtu, dhe kundërta çdo kush që s'zbaton këto, opton, sepse për çfarë është kriju? S'është puni natë këto, as fanatizmi, as kur gjë s'ka këto. Thjesht është kthem në bazë, është një lloj përpjekje për me e bën një lloj rishikimi të këtyre pozicioneve që Kurani ka vendosur këto tema dhe pozicioneve që ne kemi vendosur në jetën tonë. Ne kemi vendosur në jetën tonë. Andaj padyshim se Kurani është peshorja e cila e ka trajtuar dhe e trajton këtë çështje. Andaj nëse shohim Kur'anin, vëllezër, kemi me pasë Kur'ani e trajton tauhidin dhe baza e Kur'anit është tauhidi. Por ka në momente të caktuara që Kur'ani trajton tauhidin direkt, në mënyrë direkte. Që është koha me kase, sepse nevoja atyre për trajtim të tillë kanë e tillë. Sepse ata kanë pas deformime, devijime në çështjet bazike, qoftë në aspektin e adhurimit të vetëm një Zoti, qoftë në problemin e tyre që kanë mohimi i pejgamberëve dhe mohimi i pejgamberit alsom, mohimi tyre se vetëm një Zot meriton adhurim, dhe njëkohësisht çështja kryesore që periudha mëkase e trajton Kur'ani në periudhën mëkase është çështja e ringjalljes, daljes para Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa periudha medinase dallon në trajtimin e kësaj çështje, edhe pse është çështje komplet është tauhid, që e përmendëm definicionin e Ibn al-Qayyimit, po trajton nga kënde të tjera. Në periudhën medinase e ka një lloj trajtimi të tauhidit, po nga çështja e adhurimit. Andaj ka ardhur namazi është tauhid. Bëhet obligim, domethënë, Ramazani, agjerimi që është tauhid, bëhet obligim haxhi që tauhid, zakati që është tauhid janë krejt, ama nga aspekti praktik i këtyre adhurimeve. Andaj a shohim na aspektin praktik të namazit që është madhnim i vetëm Allahut subhanahu wa taala, njësim i vetëm Allahut subhanahu wa taala, e punën e zakatit, e punën e rregullave, disiplinave dhe adhurimeve të cilat besimtari ja ban Allahut subhanahu wa taala.
në trajtime të ndryshme, domthonë nga çështje të ndryshme që kemi mundësi të vëllazër me e përmend se si ka trajtuar Kurani çështjen e tauhidit, e shohim disa peshore, domthonë disa çështje se çysh Kurani e ka trajtuar tauhidin. Çështja e parë ose trajtimi i parë që ta përmendim, jo ajete sepse duhet me përmend këtë, po si trajtim. Është peshorja e qëllimit të krijimit. Pra Kurani na flet për qëllimin e krijimit e pastaj na tregon se që krejt krijimi i njeriu, që i bjen këtë jeta e tij. Apo ti kur thu për çita i bjen që krejt çka duhet me bëti në brenda jetës tonë, me i mush ditët e jetës tonë, është njohja dhe madhnimi i Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu xhalla shanu thot wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Çdo në aspektin gjuhësor janë dy veçanta në këtë ajet, e që në arabisht nuk ka formulim më të fuqishëm për me tregu qëllimin e një diçkaje se sa formulimi që ka në këtë ajet. E që është nefi me al-ithbat. Nefi është mohimi dhe istithnaja është pastaj pohimi ose nxjerrja e vetëm një veçimi i vetëm një qëllimi të caktuar. Kjo është e njohur, sepse këto e përmban edhe shahadeti la ilaha illallah. Kur një herë mohohet totalisht gjithçka, pastaj veçohet vetëm Allahu subhanahu wa taala në adhurim, dhe gjithashtu është kjo laja shkronja l i cila është li ta'lil ose për qëllim. Andaj të dyja kanë ardhur në këtë ajet kuranor. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ne është mohim, pastaj është pohim se vetëm për çet punin e kriju, për kur gjë tjetër s'e kriju. Apo duhet me punu bre, po edhe duhet me mu angazhu, po edhe ato po atë tani ato arsye të shumë të tonat, po krejt janë apëtën. Krejt janë për çet punë. Në qoftë se puna jonë, në qoftë se angazhimi jonë, në qoftë se pasionia jonë, në qoftë se pozita jonë, në qoftë se gjithë çka që e bojna, nuk i shërben illa liya'budun, vetëm me adhuru Allahun, i bjen që këtë janë të kota. Që kjo tauhid o vllazni, a e kuptojmë na ç'është tauhidin? Apo, a e kuptojmë ç'është? S'dvyn kur gjë vëlla, kur gjë nuk dvyn. As filan vani ku je, as filan puna që ka ban, as filan angazhimi që je, as filan privilegji që ki, kur gjë s'dvyn, kur gjë nuk dvyn. Në qoftë se nuk i shërben illa liya'budun. Ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala. E çysh tani ajo tani tem tjetër, çysh me i shndru këtë ato punë adhurim është tjetër mohabet, ama është qëllimi jon i çdo angazhimit të jetës tonë me arrit njohjen, madhnimin dhe lavdrimin dhe falënderimin dhe nënshtrimin Allahut subhanahu wa taala. A janë çdo punë, çdo lëvizje, a kem çështo? A kem çështo vllazëm? Kurani po na thotë që kur gjë s'ban me bon këtë dunjë, nëse se nuk i shërben çesaj. A di sot i hap syt kjo vllazëm? A di sot i hap syt? A di sot na nevojitet tani rikonfirmimi i njëjtit për do punë që i bëjmë? Për çka të vjen do punë? Ç'a na vjen? Po e kam kum rri apo mirë, çka të vjen? Çka të vjen? Kur t'ja vendos tauhidin përpara, kupton? Se veç për me madhnu Allahun, për me njoft, për me adhuru Allahun subhanahu wa taala, çka të vjen? Të kthehen apo të kthen apo pa ta ka thonë Allahu subhanahu wa taala kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj jo, vërtet namazi im, kurbani im, jeta ime, jeta, po dhe vdekja lillahi rabbil alamin. Janë veç për Allahun. Çto do të thotë mri çata opton ja vlen edhe se kum jetu edhe se kum vdek. Apo nëse kem rri opton ta. Pa ta ka thonë at-tauhid huwa al-ibada. Tauhidi është adhurim Allahut subhanahu wa taala. Praktikisht adhurimi Allahut xhalla shanu. Andaj kanë thonë opton inna al-ibada mabniyatun ala at-tauhid. Çdo adhurim që e bëjmë është i ndërtuar mbi tauhid. Nëse nuk e ka bazë tauhidin, e na a kemi synim për shembull opton
edhe jetën kur jetojmë, edhe pasuni kur bojmë, edhe kur shkojmë, madje edhe kur rrim, edhe kur bojmë mohabet me njëri tjetrin, a synojmë adhurimin, a synojmë me bë adhurim, sepse Sheikhul Islam Ibn Taymija kur e ka definuar adhurimin ka thonë ismun jami', është emërtim i përgjithshëm, i cili përfshin çdo punë, çdo vepër, çdo fjalë, çdo veprim që e bën njeriu që Allah është i kënaqur me ta. Në edhe kafe kur pim, në adhurim e menojmë. Amo a kemi të ndërtu mbi tauhid që me më rikë kënaqësinë Allahut azza wa jall. E pastaj do punë tjera, në fundin e tyre, cili është rezultati? Sepse vëllazërin nëse nuk e rishikojmë çështo, nëse nuk e dimë që për çet punë na kriju, rrezik që në fund me pasi plot punë edhe plot angazhime, edhe plot kohë të jetës tonë na ka shku pa këtë rezultat. Andaj qëllimi i krijimit tonë është adhurimi Allahut subhanahu wa taala, e kjo është i bazuar në kjo është tauhid. Tauhid, çdo adhurim që e bëjmë Allahut subhanahu wa taala është ndërtuar në tauhid. Andaj disa dietarë kanë thonë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahidun." Ka thonë domon ka ardhur liabudun, kuptimi është liwahidun, me enjesu Allahun subhanahu wa taala. Me madhnu vetëm Allahun xhalla shanu. Pastaj këto hin njëti, këto hin adhurimet që kanë të bëjnë vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Në jetën tjetër Allahu xhalla shanu na kujton nga një prizëm tjetër që ta për cilën po flasëm. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, a keni menu që ju kemi kriju kot, që bjen asnjë punë e juve në dunjë nuk llogaritet e kot. S'është kot asnjë punë që e bani. S'ka punë të kot në këtë dunjë. Sepse qëllimi i krijimit nuk është i kot, dhe çdo gjë që e bën brenda pastaj këtij krijimi dhe kësaj jete nuk është e kot. E çush i jep kuptim çdo punë dhe çdo vepre përmes njëshmërisë Allahut subhanahu wa taala, përmes tauhidit, përmes njohjes së Allahut xhalla shanu dhe synimit të arritjes së kënaqësisë vetëm dhe Allahut subhanahu wa taala. Aspekti i dytë që Kurani e trajton vëllezëndërum, çështjen e tauhidit është rikujtimi i njeriut se tauhidi ndaj Allahut nuk e kit pa njoftën. Nuk e kit pa njoftën, është diçka që ti vetë ke pranuar. Andaj njerëzit e kanë pranuar tauhidin, njëshmërinë Allahut subhanahu wa taala qysh në ezel. Apo Allahu xhalla shanuhu e përshkruan dhe thot: "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an dhalika ghafilin." Thot Allahu xhalla shanuhu, kur Allahu xhalla shanuhu i mori, i nxori nga kurrizi i Ademit alayhis salam pasardhësit e tij. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, dhe i pyeti ata dhe i çoi ata me dëshmu: "A nuk jam unë Zoti juaj?" Qalu bala. Ata than gjithsesi. Patjetër. Shahidna. Kjo është dëshmia jonë. An taqulu yawm al-qiyamah, që pastaj ditën e gjykimit këta të thonë: "Inna kunna an dhalika ghafilin." Shkujdesja është ajo e cila na ka largu, se na kena pranu. E tani kjo masa e shkujdesjes është prej kufrit atje, apo mohimit total, deri te zbehja, deri te mangësia, deri tek domethënë kufizimi i caktuar në vepra dhe në punë caktuar. Sepse ka njëri që është gafil total, i shkujdesen totalisht, e ka njëri që është pjesërisht i shkujdesen. Te ky ajet ka shumë fjalë të dietarëve, disa kanë thonë Sheikh Sadi, i cili e pajtohet me mendimin e Muhammed Rashid Ridas, thotë se kjo është në fitrën, në natyrshmërinë e njerit. Natyrshmëria e njerit tregon çiton, domethënë. Ndërsa mendimi tjetër edhe i mufesirinëve, edhe i dietarëve është se kjo është realiteti që ka ndodhur. Nuk është vetëm natyrshmëria, por është diçka reale që ka ndodhur. Dhe kjo mbështetet pastaj në disa argumente që e përmend Ibn Kathiri në tefsirin e tij, Umdatut Tafsir, ku thot se Allahu xhalla shanuhu i ka nxjerr pasardhësit e Ademit nga kurrizi i tij, edhe i ka thua ata me dëshmu, i ka nda ata në dy grupe, domethënë të djathtë, të majtit, ata të mirët edhe të këqijt, ata të cilët janë besimtar, ata të cilët nuk janë besimtar, edhe i ka thua ata të dëshmojnë dhe të gjithë ata kanë dëshmu. Këtë
mbështetet edhe në hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ku Allahu subhanahu wa taala, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, yuqalu li rajuli min ahli an-nar yawm al-qiyamah. Ky hadith është shumë i madh. Shumë i madh. Thot pejgamberi sa do t'i thuhet një njeriu në ditën e gjykimit: "A ra'aita law kana laka ma 'ala al-ard min shay'in e kunta muftadiyan bihi." Thot i thuhet një njeriu ditën e gjykimit: "Nëse këtë çka ka në tokë është e jotja, a do ta jepje të tërën që të shpëtoje? Krejt, a jep krejt me pështu?" Ka më thë krejt e dhomë, Allahi. Krejt e dhomë. Për ata, vëllezër nderuar, disa pamje ditës gjykimit tjeri, shpesh do të mja kujtu vetes. Shpesh, për ata kanë ardha jetët shumëta, që kanë folë për ditën e gjykimit. E nuk është trishtim, ajo është nxitje. Ata sa ka ardha, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ai që beson Allahun ditën e gjykimit, ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Edhe pse neve na duket diçka e larg, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, thot Allahu, ju shihni se diçka larg, ama shumë afër është. Sepse për secilin që ka vdek, faqat qamet qiyamatu, veç ka ardha llogaria dhe veç është ofruar ajo që është hapën. Andaj do t'i thuhet deri ditë a jep krejt çka kin tok. Krejt çka kin tok, a jep me pas, a jep për me pështu, ka me thonë po vallai krejt e jap hapën. E thuhet atij nuk e ki mirë hapën. Sepse është kërku pe teje diçka shumë më e vogël se kjo. E ajo është kërku pe teje që të mos i bash shirk Allahut subhanahu wa taala, e ti i ke bash shirk Zotit. Pra nuk i ke zbatu njëshmërinë Allahut xhalla shanu, nuk i ke zbatu tauhidin. Ky trajtim që ja bën Kurani të mëdhëzër, kësaj çështje, e cila është domthon kthimin e bazë, kthimin në origjinën e pranimit, është çështje shumë e rëndësishme, sepse e ngrit krejt argumentet kundër njeriu dhe kundër secilit që heziton me e zbatu këtë dëshmi që ja ka bë Allahu subhanahu wa taala. E në mesin aty jemi na, secili për neve i ka thonë Allahu, ti je Zoti jam. Ti je Zoti jam. A ka mundësi që gjatë rrugës na është zbeqi kjo ti je Zoti jam? A ka mundësi që e kemi zavendësu Zotin me dikant tjetër? A zavendësohet? Po plotësisht edhe pjesërisht. Andaj Allahu xhalla shan çka thot? Ara'aytum man ittakhadha ilahahu hawa. Kjo shumë i frekshëm vëllai. Thot Allahu subhanahu wa taala, a nuk e keni pa ata që epshin e tyne kanë marrë për Zot? Epshi tyne është Zot. Epshi. Jo vetëm epshi apo po lakmia, dëshira. Epshi për me pas, epshi për me zotnu, epshi për mu duk, epshi për me pas pozit, epshi që ky epsh ja ka bo njerit, ja ka determinu jetën e ti, ja përcakton shoqnin, ja përcakton me kambenet, ja përcakton kush është i mirë, ja përcakton kush është i keqi, ja përcakton ku duhet me kanë, ja përcakton ku duhet me jetu, ja përcakton për çka duhet me shpenzu, po ja përcakton. Po. Shpason njëni prej vllaznia, më kupton. Kjo shembull vëllai, se na ka po menojnë asin ato fol diçka shumë ëndra, po kupton, shumë py, a din diçka të pa, edhe i thot njënit prej vllaznia, ato prej xhamatlive, për një var projekti thot ty nuk duhet më shumë e dhon, vetë sa ke dhon për një, a kupton, sa ke dhon për dikan, a kupton, s'po du me detajizua, a kupton krejt. Thot ti jep vetë sa ke dhon për çata. A din për shembull, më ka dhënë për kanë ka dhon ai, ti thua qysh bre? Ama japin atë. Ja kanë nisë me kesha, i ka thoi, vallai me bë me dhon ty, për projekte. Sa i kum dhon atij si et projekt pa mbulu. A nuk është, një që ti nuk i bën sezë atij. Ama ata ka përcaktu ku na do të më dhon. Ta ka përcaktu. Ata ka përcaktu për kanë do të më vol. Ta ka përcaktu. Ata ka përcaktu për kanë do të më gëzu. Ta ka përcaktu. Ata ka përcaktu ku do të më kon momentet caktume. Po ta ka përcaktu. A kuptoni vllaznia, a kuptoni se për ata, çështja e njëshmërisë Allahut, çështja e njohjes Allahut xhallashan, në praktike, nëse më të vën prallë ardha diçka, për havati, jo që kjo është,
Që kjo është. Andaj janë e domosdoshme apo thon, që njëri më kthye apo me pase, cila është peshorja që Kurani e ka marrë. E pastaj cilat janë peshorët që na e matëm ton. Këtë e ndihmon pastaj edhe andaj pse nisan fillim ton. Ne kemi thonë Allahut kemi Zot. Apo e tash që kjo besja kemi thonë Allahut. Imagjinoni vëllezër dua ton. Po themi ton. Me e pa Allahun xhaleshanuhu, po vish pas herëditje, namaz kur falim. Mi pa Allahun me pa. A kemi mundësi me i pas tani qëto dopsi edhe mangësi edhe devijime edhe qërëdi? Mirë. E pejgamberi sa ma ka thonë en ta'budullaha ka'annaka tara, me adhuru Allahun sikur na me pa. S'pet man, fe in lem takun taran, çu se ti se she, fe innahu yarak, Allah subhanahu wa taala çet ty apo. Sepse ti je ai që ka thënë Allah subhanahu wa taala, ti je Zoti im apo. Thotë Ibn al-Qayyim pastaj në Kitabul Arwah, në librin e tij i cili flet për shpirtin, domthon në shkurt në përmbledhje të çiti përshkrimi, sepse kjo është shumë e rëndësishme, thotë istakhraja suwarul bashar wa amthalum. Allahu xhalla shanu i ka nxirr domthon fotografitë e njerëzve dhe domthon i ka mejeze shaqiyuhum wa sa'iduhum, i ka dallu të mirët edhe të këqit, wa mu'afahum wa mubtalahum, ata të cilët janë të sprovum dhe ata të cilët do të jenë të shpëtum nga këto sprova. Dhe pastaj thot Allahu xhalla shanuhu përmes kësaj u ka ngrit njerëzve argumentet. Domthon i ka shujt aty në argumentet, se ata do të kenë argument ose arsye nesër kur dalin para Allahut subhanahu wa taala, wa ashhadahum bi rububiyyatihi, dhe i ka thu ata me dëshmu për ata se Allahu xhalla shanuhu është i vetmi Zot. Wastashhada alehimul malaika, dhe për këtë janë dëshmitar edhe me lajket. Andaj njeriu do të jetë i pa arsye në ditën e gjykimit për çdo lloj devijimi që ka pas në tauhidin, njëshmërinë Allahut subhanahu wa taala. Këto janë disa pamje të vëllezër, kemi edhe disa pamje tjera të cilat mendova se do të arrijmë të përmendim, por nuk po arrijmë të përmendim dhe po e lëm ta ndajmë në dy pjesë këtë trajtim, pra se cili është tauhidi në peshorën e Kuranit. Andaj përmes këtyre patyshim se njeriu e vërteton se çfarë vlerë dhe rëndësie ka tauhidi, njëshmëria Allahut subhanahu wa taala. E patyshim se edhe me pjesën tjetër do të kompletohet pastaj ai mozaiku i kësaj pamje dhe i kësaj vlere dhe rëndësie të tauhidit. Lut Allahun subhanahu wa taala që fjala la ilaha illa Allah me kuptimet e saj të jetë ajo për cilën jetojmë, ajo me të cilën jetojmë, ajo për të cilën gëzohemi, ajo për të cilën hidhrohemi, ajo për të cilën shpenzojmë, ajo për të cilën lëvizim. Pra le të jetë fjala la ilaha illa Allah ajo për të cilën nuk bëjmë asgjë në jetën e kësaj bote përveç se e kemi piknisjen nga kjo fjalë dhe përfundimin tek plotësimi i kësaj fjale dhe kuptimeve të saj. Hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.